Me në mbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni i lajmeve orës 22. Përblim prej 20.000 eurosh ka ofruar qeveria e Kosovës për çdo që ka informata që mund të çojnë në zbardhjen e rrethanave të sulmit të së premtes mbi një autobus në Glogjan. Autoritetet kanë shtuar numrin e hetuesve dhe të oficerëve policor për shpejtimin e hetimeve, por se ende nuk e kanë asnjë të dyshuar dhe as të dhëna mbi motivin e mundshëm të sulmit. 20.000 eurosh përblim ka ofruar qeveria e Kosovës për të gjithë personat që mund të kenë informacione, cilat do të çonin në zbardhjen e rrethanave të sulmit ndaj autobusit, që la të vdekur 3 persona mes të cilëve 2 të rinj. Autoritetet kanë bërë të ditur se deri më tani nuk është asnjë i dyshuar lidhur me rastin e së premtes mbrëma në Glogjan të Deçanit. Këtë gjë e ka konfirmuar edhe kryeministri Albin Kurti pas një vizite që i bëri stacionit policor në Deçan. Natyrisht është në dieni që tash kemi ofruar edhe shpërblimin prej 20.000 euro për çdo që jep informacion që shpije në zbardhjen e në zbulimin e këtij rasti shumë të rënd të vrasjes së 3 fisht, dhe në anën tjetër mësova që i kanë shtuar përpjekjet, por rritet sasia e informacionit, mirë po ende nuk e kemi zgjidhjen. Është njoftuar ndërkaq se për zbardhjen e rrethanave të sulmit, numri i hetuesve e oficerëve policor që po merren me rastin tashmë është rritur. Pavarësisht se kanë kaluar 48 orë që nga sulmi, autoritetet ende nuk e kanë identifikuar as motivin e mundshëm. Ne jemi duke punuar 2 përkatësisht 3 pista të cilat potencialisht mund të jenë edhe motive të ndryshme për të cilat ka mund të vijë deri te vrasja. Gjatë së dielës, policia e Kosovës ka vazhduar kërkimet për personin që kreu sulmin. Mbrëmjen e së premtes një autobus me 8 udhëtar është sulmuar, sipas njoftimeve të para të policisë, nga një person i maskuar dhe i pajisur me armë të tipit automatik në fshatin Glogjan. Nga ky sulm të vdekur ka mbetur 3 persona, shoferi i autobusit dhe 2 nxënës, ndërsa lëndime ka pasur edhe një nxënës tjetër. Me thirrjet për drejtësi u është dhënë lamtumira e fundit viktimave të sulmit të rënd mbi autobusin në Glogjan. Drejtësi për të vdekurit kanë kërkuar miqtë e viktimave dhe kryetari i Deçanit, ndërsa kryeministri Albin Kurti ka siguruar se autoritetet po punojnë në këtë drejtim. Lamtumira e fundit u është dhënë të dielën në varrezat e fshatit Glogjan 2 nxënësve që mbetën të vdekur si pasojë e sulmit të së premtes me armë zjarri ndaj një autobusi. Me thirrjet për drejtësi, të rinjtë e fshatit Glogjan i nderuan miq dhe familjarë të vdekurve. Maturës do t'ja lëm emrin tuaj, dhimbjen do ta luftojmë me mirësinë tuaj, për vdekjen tuaj s'do ta falim kurrë. Ngushëllime prindër, ngushëllime nxënës, ngushëllime Deçan. Drejtësi për nxënësit e vrarë ka kërkuar edhe kryetari i Deçanit Bashkim Ramosaj, i cili u ka bërë thirrje qytetarëve që të ndihmojnë në zbardhjen e rastit me anë të shpalosjes së informacioneve që mund t'i posedojnë. Njëkohësisht apeloj të institucionet e vendit, duke i falendëruar për punën që kanë bërë këtë ditë, duke e kryer detyrën e tyre zyrtare që jo ta kanë. Apeloj që mos ndalen deri ta zbardhin përfundimisht këtë rast. Dhe njëkohësisht los gjithë ata që kanë ndonjë informacion të tillë të bashkëpunojnë me organet relevante të këtij shteti. Në ceremoninë e varimit të pranishëm ishin edhe ministrat të kabinetit qeveritar bashkë me kreun e ekzekutivit Albin Kurtin. Kryeministri Kurti ka bërë të ditur se është duke u punuar për ta vënë drejtësi në vend për 2 nxënësit e vrarë në sulmin e rënd. Policia e Kosovës na ka siguruar që po bëjnë gjithçka që është e mundur që sa më parë ta kapin vrasësin ose vrasësit dhe ta mundësojnë drejtësinë dhe ndëshkimin për ta. Ndërkaq po të dielën në fshatin Skivjan është varrosur edhe viktima e tretë e këtij sulmi. Sulmi me armë zjarri ndaj autobusit që barte nxënës nga Gjakova në Glogjan të Deçanit ka lënë të vdekur 3 persona, 2 nxënës dhe shoferin e automjetit. Përveç viktimave i lënduar në këtë sulm ka mbetur edhe një nxënës tjetër. E me lajmet të tjera nga bota, ne po e përmbyllim këtë edicion. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.
Me ngjyrime feste dhe me omazhe është shënuar në Kosovë 109 vjetori ditës së shpalljes së Bavarsisë së Shqipërisë. Ditën e 28 nëntorit, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti e nisën me omazhe në memorialin Adem Jashari në Prekaz, ndërsa nga SBA-ja sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken i ka shprehur Shqipërisë për kushtimin e Washingtonit në mbështetje të institucioneve demokratike. Qeveria në Spanjë ka rikonfirmuar vendimin për të mos e njohur pavarësinë e Kosovës, ndonse ka bërë të ditur se mban qasje konstruktive kërshi çështjes, duke e mbështetur një zgjidhje nëpërmjet dialogut Kosovë-Serbi. Kjo është bërë ditur në një përgjigje parlamentare për deputeten Mariona Illamolla, e cila kishte pyetur rreth aspiratave të Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Qeveria spanjolle në një përgjigje të publikuar nga Europa Press ka konfirmuar qëndrimin e mëhershëm për mosnjohjen e deklaratës së njëanshme të pavarësisë të miratuar nga Prishtina më 2008, pasi që ky përbën një akt të njëanshëm. Megjithatë, nga qeveria në Madrid është thënë se nga një këndvështrim konstruktiv konsiderohet se është koha për të bërë përpjekje përfundimtare për zgjidhjen e çështjes së territorit të Kosovës në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd me një marrëveshje që respekton të drejtën ndërkombëtare. Shumë pika të rendit të ditës nuk janë shqyrtuar në kuvend këtë javë shkaku i mungesës së kuorumit. Deputetët nuk marrin pjesë në seancën, ndonse ka një ligj e edhe një aktgjykim të gjykatës kushtetuese që e bëjnë të obligueshme këtë pjesëmarrje. Kryeparlamentari Glauko Njufca synon të disiplinojë deputetët duke i prekur në xhep sa armëngojnë pa arsye. Distributori i energjisë elektrike ka vazhduar të bëjë thirrje qytetarëve për kursim të energjisë elektrike shkaku i çmimit të lartë të energjisë së importuar. Sipas Kecit, këto çmime janë 5 fish më të larta se sa që është planifikuar në tarifa. Ndërkaq nga shoqëria civile është propozuar rikthimi i bllok tarifave. Të miturit në qendrën korrektuese në Lipjan përveç mësimit të rregullt po marrin edhe zanate në fusha të ndryshme. Drejtuesit e burgut bëjnë të ditur se shumë prej tyre certifikohen edhe me diploma adekuate për punë të tilla profesionale. Mira qytetare janë mbledhur në qendër të Beogradit të dielën për të protestuar kundër niveleve të larta të ndotjes në Serbi. Demonstratat e fundit janë mbajtur një ditë pas përleshjeve që shpërthyen ndërmjet grupeve të mbrojtjes së mjedisit dhe forcave policore të Serbisë. Protestat e së dielës janë quajtur për hir të frymarrjes, janë organizuar nga grupi mjedisor EcoWatch. Protestat synojnë të ndryshojnë politikat qeveritare për problemet e lidhura me mjedisin natyror. Rreth 13 udhëtar në fluturimin nga Afrika e Jugut në Holand kanë rezultuar pozitiv për variantin e ri Omikron të koronavirusit, është bërë ditur nga autoritetet zyrtare të këtij shteti. Varianti i ri, të cilin organizata botërore e shëndetësisë ka emëruar Omikron dhe ka quajtur shqetësues, është zbuluar në Afrikë të Jugut për herë të parë në fund të këtij muaji, ndërkohë që rastet e para me të kanë nisur të shfaqen në shumë shtete të tjera. Për pasojë, Evropa ka vendosur masa shtesë parandaluese, ndër të cilat edhe ndalimin e qarkullimit të udhëtarëve nga disa shtete të Afrikës së Jugut. Qytetarët në Zvicër sot kanë votuar për ndryshime në ligjin Covid që do të ofronte bazë ligjore për certifikatën Covid, e cila tregon nëse një person është vaksinuar apo është rikuperuar nga virusi. Certifikata e vaksinimit ka shkaktuar zemra të madhe në Zvicër, siç ka shkaktuar në shumë pjesë të Evropës. Kështu që është vendosur të organizohet referendum sot në një vend ku organizohen referendume shpesh për çështje të ndjeshme. Policia ka ngritur nivelin e sigurisë rreth disa politikanëve që janë përballë me kërcënime dhe fyerje. Qendrat e votimit janë mbyllur në Zvicër në ora 12 sot, ndërsa rezultatet pritet për pak orë. Sipas sondazheve, rreth 63% e zvicranëve kanë votuar pro amandamentimit të ligjit Covid. Kundërshtarët thonë se certifikata që është kërkuar nga shtatori për të pasur qasje në restorante dhe hapësira të mbyllura të tjera për sport e aktivitete të tjera po krijon një sistem apartheidi. Policia bllokoi sheshin në hyrje të qeverisë dhe parlamentit në Bern duke parashikuar protesta të ndryshme.